Letërsia bashkëkohore matiane pasurohet këtë fillim pranvere me dy botime të reja poetike nga autoria Rubiana Nika. Vëllimet Thirrje Gjaku dhe Ritmim vijnë si një dhuratë simbolike mësueses poete për nder të 7 dhe 8 marsit, si dedikim ndaj figurës së mësuesit dhe nënës. Përmes këtyre dy librave, autoria Rubiana Nika dëshmon një pjekuri të plotë artistike duke shndërruar poezinë në një mjet komunikimi universal mes përjetimit personal dhe realitetit shoqëror. Nga pikpamja ideore, vëllimi Thirrje Gjaku ndërtohet mbi boshtin e identitetit dhe detyrës morale. Autoria trajton me forcë lidhjen e pashkëputshme me rënjët, ku gjaku nuk shihet thjesht si element biologjik, por si trashëgimi i vlerash, dhimbjesh dhe krenarie. Poezia e saj në këtë vëllim është një klithmë etike kundër harresës dhe një apel për drejtësi shoqërore, veçanërisht në mbrojtje të figurës së gruas dhe dinjitetit njerëzor, duke e kthyer varkun në një tribunë të ndërgjegjes. Në rrafshin gjuhësor, Rubiana Nika ruan një ekuilibër të admirueshëm mes së thjeshtësisë komunikuese dhe pasurisë leksikore. Si njohëse e mirë e gjuhës shqipe, ajo përdor një fjalor të pastër, ku çdo fjalë peshon dhe godet saktë në emocionin e lexuesit. Sintaksa e saj është e zhdërvjellët, duke i dhënë poezisë një rrjedhshmëri natyrale që i ngjan bisedave të ngrohta, por që mbetet gjithmonë brenda kornizave të një gjuhë të kultivuar dhe të disiplinuar artistikisht. Vëllimi tjetër poetik i autores Rubiana Nika, ai me titull Ritmim, shënon një zhvillim interesant në aspektin metrik dhe muzikor të krijimtarisë së saj. Siç sugjeron dhe vetë titulli, autoria fokusohet te kadenca e brendshme e vargut, duke krijuar një simfoni ndjesish, ku mendimi dhe melodia e vargut shkrihen në një, ku poezia trajtohet si një proces mistik ngjizjeje, ku ritmi i vargut përputhet me rrahjet e zemrës së një krijuesie që kërkon dritën dhe aty ku mjegulla e kohës përpiqet të mbulojë kujtimet. Në aspektin letrar, edhe ky vëllim i pestë poetik i Nikës karakterizohet nga një vështrim filozofik mbi kohën dhe moshën. Ajo e trajton kalimin e viteve jo si dekadencë, por si një lartësim ku thinjat kthehen në kurora të argjendta të urtësisë. Figuracioni i përdorur i pasur me metafora të gjalla dhe simbole të natyrës krijon një urë lidhëse mes tradicionales dhe modernes, duke e vendosur autoren në radhët e zërave autentik të lirikës aktuale të matit. Ky produkt i dyfisht poetik i autores Rubiana Nika me Thirrje Gjaku dhe Ritmim pasqyron forcën e fjalës dhe misionin e shkrimtarit për të mbetur një rrënje gjallë që ushqen me kujtesë dhe dashuri trungun e identitetit ton. Këto vepra mbeten një ftesë e hapur për lexuesin që të rigjejë veten përmes ritmit dhe sinqeritetit të vargut të Nikës.